Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot po ju flas nga kuzhina e vjerrës ime, pasi bashkë me të kemi përgatitur këto specat që ju po shihni. Kjo është mënyra se si i ruan ajo specat për dimër. Atëherë, ne i kemi vjel nga kopshti rreth 50 kg speca, të kuqe, jeshile, më thënë çfarë gjetëm në kopër që ishin bërë për t'u mbledhur, i mblodhëm, i poqëm në zjarr, në prush, ja kështu, si po shihni në video, dhe pas pjekjes i vendosim në një qese plastike ushqimesh, kështu ato do të zbuten shumë dhe do të pastrohen më lehtë. Pasi kemi lënë në qese 1 deri në 2 orë, janë gati për t'u pastruar. Siç e shihni, lëkura hiqet shumë lehtë. I pastrojmë nga lëkura, nga bishti dhe farat aq sa mundemi, pasi do shihni që nuk mund t'i heqim plotësisht. Vjera ime më ka thënë që disa aty në lagje i lajnë në mënyrë që të shmangin dhe të heqin çdo farë, por pasi lahen ato e heqin shijen, ndaj i kemi përgatitur sipas mënyrës së saj. I pastrojmë kështu si po shihni në video, me kujdes, me ngadalë, mund të duket një punë e lodhshme dhe e mundimshme, por më besoni që ja vlen, pasi tek ne nuk gjen asnjëherë tryezë pas speca me gjizë, speca të kopshtit. Pra, sigurohemi që të kemi për gjithë dimrin dhe këto zakonisht i përdorim me gjizë. Pasi i kemi pastruar, do t'i lëm që të kullojnë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi kanë kulluar, kanë kulluar pasi kur i mbledhim me qese, ato krijojnë avull dhe do i shihni që do kem pak lagështirë, ndaj i lëm që të kullojmë. Shtojmë pak krip, vjera ime thotë që kripa i mban më të mira, edhe unë kam vepruar sipas saj. I vendosim në qese, i ruajmë në ngrirje dhe i përdorim sa herë të na nevojitet. Si ju duket kjo mënyrë, po ju si ruani specat për në dimër, pres përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.